ke kapur thelbin e çështjes jo vetëm të këtij diskutimi, por çështjes së integrimit në Bashkimin Evropian dhe parafrimit të legjislacionit mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Është një çështje mjaft delikate dhe është zemra e problemit, duhet theksuar. Ndi pse të pyes dhe një ndërhyrje do ta bëj, sa dhe duke të kërkuar ndjes, sepse edhe nga intervistat të cilat kam zhvilluar prej ditësh dhe prej javësh pa diskutim, të gjitha këto ndryshime edhe në debatet në thonjza që kemi pasur edhe në përfaqësues të mazhorancës dhe të Partisë Socialiste, dëgjohet shpesh një argument i tillë, pra që ne po ecim me ritme të shpejta dhe jemi në një farë forme të detyruar, se nuk është diçka që e duam ne, se ne lodhemi, po përpiqem ta perifrazoj kështu, por është nga ana tjetër një detyrim dhe ne nuk mund të veprojmë kundër asaj që na kërkon Bashkimi Evropian. Sa qëndron kjo? Dëgjoj Katerina, Bashkimi Evropian duhet të themi çfarë që nuk të detyron për as edhe një gjë. Pyetja madhe që shtrohet është, ore, ne duam një antarësim në Bashkimin Evropian kulturor, të avasht dhe të mirë, apo një antarësim mekanik në letra. Nëse ne duam një antarësim mekanik në letra, hajde antarësohemi që nesër, kalojmë 20 projekt ligje për një orë, ose 200 projekt ligje për 2 orë, dhe pastaj antarësohemi, po jemi antarësu vetëm në legjislacion. Pra, nëse duam, pra në çdo rast, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Katerina, e përcakton qartë mënyra se si kalon një projekt ligj. Fatkeqësisht janë duke u shkelur afatet. Projekt ligjet ka vetëm 2 mënyra që kalon në seancë parlamentare me procedurë parlamentare sipas rregullorës së parlamentit. Dhe në çdo rast projekt ligji duhet të kalojnë në procedurë parlamentare. Një është procedura e rregullt dhe 2 është procedura e përshpejtuar. Nëse marrim procedurën e përshpejtuar, pavarësisht kësaj, ligji parashikon, kushtetuta në fakt, kjo është kushtetuta, jo ligj. Kushtetuta e Shqipërisë parashikon se pavarësisht që në parlament vendoset me procedurë të përshpejtuar, kjo nuk mund të bëhet më pak se sa një javë. Pra në çdo rast projekt ligji duhet marrë një javë, këtu janë shkel disa prej këtyre afateve. Unë para 3 ditësh isha në një bisedë, në një takim në një tryezë të hapur, ndaj po e them se ishte e hapur, dhe aty kishte ftuar dhe përfaqësues të Komisionit Evropian, Këshillit të Evropës dhe Bashkimit Evropian. Dhe unë ngrita shqetësimin, këtë shqetësim që ju po e ngrini tani, që pushtetarët, qeveria, parlamenti janë duke kaluar ligjin në emër të Bashkimit Evropian. Le ta marrim një shembull për ta bërë më të qartë për teleshikuesit. Aktualisht në Kuvendi ka angazhuar një grup ekspertësh për ta bërë një paketë për ligjin e mediave të plotë. Pra është një paketë ligjore që do ndrotë gjithë ligjin e mediave. Çfarë bëjnë këta? Dje kaluan në orën 3 natës vetëm një nen të këtij, pra për shkak të parafrimit të legjislacionit me Bashkimin Evropian. Pas një 2 javësh do ta sjellin edhe një nen tjetër. Dhe ne themi jo. Pse? Është duke u përgatitur ligji i mediave, silleni si paketë në parlament. Pra le të vi ligji i mediave si paketë, sepse nëse ti një javë sjell një nen, një javë një nen tjetër, do bëhet një përshtjellim dhe do hutohet qoftë ligjvënësi, qoftë shoqëria civile, qoftë aktorët e interesuar dhe nuk do dinë për çfarë kanë kaluar. Për ta bërë diçka tjetër është shumë interesante për të treguar, po të lexoj një nen që këto kanë kaluar dje te kodi penal. E kanë marrë e kanë përkthyer këtë, e kanë përkthyer keq, dhe ChatGPT-ja të përkthen më mirë. Pra, po ta them ty dhe me këtë edhe teleshikuesve nëse e kupton dikush këtë, qoftë edhe jurist. Janë 2 fjalime, lejo ti lexoj. Është një paragraf në nenin penal që e kanë ndryshuar dhe kanë shkruar. Përfshirja për qëllime seksuale, si dëshmitar i abuzimit seksual, i një të mituri që nuk ka arritur moshën 14 vjeç, edhe pa pjesëmarrjen e të miturit në këto akte seksuale, përbën vepër penale dhe dënohet me burgim nga 2 gjë në 6 vjet. Çfarë tregon kjo? Në fakt, qëllimi i ligjvënësit, pa i deputetit, ka qenë i mirë të ky paragraf. Ka qenë i mirë, sepse kriminalizonte dhe jepte dënime shumë të larta abuzimit me fëmijët. Por në shpejtësi e sipër, këto kanë kriminalizuar fëmijën. Pra e kanë bërë subjekt të veprës penale një fëmijë në 14 vjeç. Nuk ka ligj në botë që subjekt pra fëmijët edhe pse mund të bëjnë një krim, pra nuk janë subjekt specifik i veprës penale. Këta e kanë pas qëllimin e mirë dhe kanë shkuar keq
dhe e kanë çuar në parlament dhe e kanë bërë subjekt Ka kaluar kjo tani? Ka kaluar mo. E kanë bërë subjekt të veprës penale një fëmijë 10 vjeç. Pra, një fëmijë 10 vjeç, edhe nëse është dëshmitar i një akti seksual që nuk përfshihet, pra është kriminalizuar tani. Fakt, qëllimi nuk ka qenë ky. Qëllimi ka qenë që i rrituri, kur e bën një vepër penale, edhe pse nuk ka kontakt fizik me të rriturin, pra me mesazhe, pra pa arritur deri te kontakti fizik. Nga një deri në 6 vjeç jam shumë dakord me këtë. Por edhe që dua të them, pavarësisht ky është rasti i rënd për t'u analizuar, por e kanë bërë keq. Dhe në emër të integrimit të